Unë për kemi kafe me një kafe nuk kemi keq. Edhe ju bashkë. Atë për partita vogla. Pra, këto qofse do pretendojnë, kjo sistemi mbyllur, ne mbështesim SPAK-un, ne do qarkullojmë me litat e tjera me radhë. Kjo do të thotë që teorikisht këto kanë një emërus të përbashkët. Dhe këto duhet të dinë në një listë të përbashkët. Fragmentarizimi i votës, që po i bëjnë këto, dhe vetë grupimi tyre, vetës tyre po i bëjnë dëmë. Pra në qofë se Shabani, Lapaj, Shejaj, Basha, Alibeja i tjerë më radhë, do të ishë në një listë, edhe vetë do ishë më të fortë. Unë dyshoj që gjithë të emra në Tiranë do tentojnë me nxjerrë mandatin e tyre. Pjesa më madhe e tyre janë anti-Berishës, anti-PD-s, sepse aty e kanë i bashkon kjo pra, anti-berishizmi, mbështetja flak deri në zëdhënës të SPAK-ut. Po do ndryshojmë sistemin e vjetër këto emra të kështu. Pra kanë paka shumë një retorik, notojnë në të njëjtat ujëra. Bëhuni bashkë. Tani këto o tregun papjekuri politike, o tregun që nënkuptojnë që po i shërbejnë qeverisë. Tani nuk... Logu, edhe një pyetje se duat kaloj edhe të Demalia. Më jep një koment për këtë replikat në distancë që ka zoti Basha me zotin Rama, me Rilsa, me Dise, me... Duke sikur po marri vëmendje në opinionin publik. Referuar këtyre parimeve të PR-it, marketingut, pa diskutim që ka thënë rezultat se Basha kishte kohë pa i shku miliona viewers një postim. Por ka diçka, këto viewersa, apo kjo shikueshmëri, që ta kuptojnë edhe moshat e treta që s'din anglisht, a përkthehet në vot? Ti si mendon? Zoti Basha, në mënyrë kategorike jo. Zoti Basha ka i eksperiencë të vyer politikë, nuk është Endri Shabani dhe Qorri që dali në TikTok, shkojnë nga 200.000 viewers dhe thënë në kemi mbështetjen e popullit. Zoti Basha ka eksperiencë të vyer politike. Shikueshmëria, e thyve këto barrierat e medias tradicionale të me radhë, po nuk të prodho. Pra, këtu ka dali fituar Basha se thyu mediat tradicionale dhe u bë temë diskutimi. Por nga ana tjetër Rama fitoi, pa diskutim që fitoi. Çfarë fitoi Rama? Rama po i shmanget rreth par llogaridhënies së 12 viteve qeverisje. 12 vite zotri, Rama duhet dilte me një video projektor, me një shkop në dorë, e mora kështu, e bëra kështu. E ka video, si video në Tiranës. Si video në Tiranës. Tani, se e mbylla. Për zhvillimin urban, ju keni qenë Afganistan. Ju keni qenë Afganistan. Për zhvillimin urban. Tashi, dhe ky zhvillim urban, është i shkatërru dhe po mundohet bëhet më e mira mrena asaj që nuk mund bëhet. Ja, pa priti, jeni pak sinqert për këtë pak. Pas 12 viteve, ai duhet jepte llogari dhe do të tregonte ose do kishte komoditetin me tregu se çfarë bëri këto 12 vite. Ndërkohë sot Partia Demokratike ka në programin e saj qeveri një nga shtyllat ka Made in Albania, rritja prodhimit vendas, që rrit punësimin, që rrit ardhurat. Ndërkohë, po të hapet kjo temë diskutimi, do të dalim ke skandali Kripsës, do të dalim te skandali mishit Brazilit, që futet pa standarde, do të dalim te skandali mandarinave që dhe u futet në tregun vendas. Pa keni qenë 8 vjet, qa bot ju Made Albania? Qa bot ju Made in Albania? Ore, nuk jeni partia remër. Ore, po jo, po mos gënjeni ka kapët më burë. S'keni bëha si jo për burë. Ju bot piramidat, ju njifeni për piramidat. Investimet në infrastrukturë. Ju njifeni për 4 urën urbane. 1.6 milion euro kilometri, Edi Rama ka 30 milion euro. Ju bodë 60 milion ke rruga kombit. Po, 600 miliard. Po, ma lasë në mylla jo. 1.6 milion euro kilometri, ndërkohë sot 30 milion euro kilometri. Pra, Rama i shmange këti debat, e merët me bashkët, ku i ke shokët, ku i ka shokët. Dhe për të nuk i shmange se Rama ka leju SPAK-ut merët me çështjet e abuzimit financiar. Shokët mund t'i ketë në burë. Rama ka leju SPAK-ut merët me... Ore, një gjoj, e disa njërës Kur Kripsën e ketë u bërë fushatë. Adi Veliu të të bërë fushatë në dorë. Në kotë ju, me që i përmeni Gërdesin, jam në dhe gjykasit e Zberisin Gërdesin. Në qërë se do të dalim tek diskutimi, sot shqiptarët taksohen dhe tatohen në një nivel nga 18 dhe 23%.
Arbri. Aq është rritë gjithë Europën edhe në Amerikë. Ndërkohë Partia Demokratike propozon taksën e shesht 10%. Propozon taksën e shesht 10%. 2500. Profesionet e lira nuk do të bëjnë. Kjo pra, dhe Rama i shmanget se e përballje. Edhe merret, ku i ke shoqet, ku i kam shoqet, ku i kam këngët, ku i kam vallet. Rama shmanget sepse ju nuk mund merreni më seriozisht. Tani, për ta mbyllur këtë politikën e rilcave, të dy kanë fituar, Basha fitoi një vëmendje dhe u rikthy në panelet e televizioneve si temë diskutimi, nga ana tjetër fitoi dhe Rama, por ka fituar shumë 100 fishin asaj që ka fituar Basha. Ka fituar shmangjen e debatit real të alternativave në fushat zgjedhore. Demalia, çfarë debati? Rama e di pse bëhet, jo vetëm Rama ka marrë opinionin publik dhe ju nuk mund merreni mos seriozisht pranë tallet. Edhe këtë ai e ka mjeshtri. Edhe në lidhje me këtë. Ai në fakt po tallemi qytetarët. Ai deri tani qytetarëve ju kanë nxjerr bufin me video. Ju kanë nxjerr dhe lulin. Ju kanë nxjerr dhe lulin. Gjetje më e madhe se bufi. Ka shpiu flet shqiptarëve Rama. Rama po tallet me shqiptarë, jo me opozitën. Jo me shqiptarët. Opozita po prezanton ja ku kemi opozitën buf. Rama merret me ne. Ja ku kemi opozitën buf. Ne merremi me qytetarët, Rama merret me ne. Kjo është diferenca. Kjo është diferencë. Tash ju hap tunelin Morrizit. Kjo është diferencë. Çu mbyll prap, që s'ka aspirim. Ja, s'ka aspirim, po. Ore ju për të thonë rena, edhe i mohonim darë, ju jetoni... Burim aksidentesh është. Ja, po burim, ta që gjeni se nuk bëhet vetëm keq. Po nuk është jeta qashëm në televizor, dilë shkele me tonë, po këtu po e shkele Tiranën. Po jo nuk je këtu, je në Amerikë, si e këtu. Jo më këtu jo mund, pa nuk je si një shqiptar që rri për ditë. Po 3 muaj këtu kam. Mund t'jesh i vëmendshëm ndaj zhvillimit politike, për diçmëri nuk e ke si shqiptar. Po si se kam vëllap, se kam. Shqiptari e pa diskutim. Po unë lindë rrim Tiranën, po e shoh Tiranën. Unë kam qenë kritik për atë pjesë. Ke qenë i vëmendshëm në zhvillime politike, por për diçmërinë, si unë e Arbri, nuk e ke vëlla. Kjo është diferenca. Nuk jam atje, po e prek tash Tiranën, me gjithë vërejtjet që kam, Tirana ka ndryshuar në mënyrë... kam një gjuhë deri tani. Tirana ka ndryshuar në mënyrë drastike në anën urbane, vetëm Tirana po dhe vizuale me kulla, po në çdo raport të dalin që janë pastrim barash, kullat janë pastrim barash, pra ne e ke prezencën e Deas këtu. Dea është prokuria e posaçme që jeton drogat e forta dhe Dea e din Boston ku jeton tash gjithë realitetin e ka marrë dorë Kina. Dea ajo pastrim parash ajo nuk e di. E din rrugën e kokainës. Jo. Ai di. Tani Dea di. Po në Amerikën. Me Dea, shkoi Dea në Boston ke kullat e Bostonit që ka marrë gjithë Kina, ka marrë Kina gjithë realitetin që po ndërton. Kanada në hudhin e Toronto. Po gajnin ato para. Është kjo lufta pra që tregtarë dhe çdo plan që pëndon në shërbase e Kinës. Po ke normale. Dea, më para, rajonin e mbulon me zyrë në Greqi. Sot e ke prezente me zyrë Dea në zotri. Sepse Dea e din rrugën e kokainës, kush e përësit, kush e shet në Europë, dhe kush vjeni pas të këtu. Pra ne të ka Dea këtu zotri. Pra ne të ka hapë zyrë. Kot juj nuk ka pas kokain, po kokain ka dhe në Amerikë me trafik drogë.